Hani mjaltë me arra çdo ditë dhe nuk do ta besoni çfarë do t'ju ndodh. Mjalti me arra mund të quhet si një nga ilaçet më të mira natyrore dhe që është i aftë të trajtojë disa sëmundje. Ky kombinim i siguron trupit të gjitha vlerat thelbësore duke filluar nga vitaminat, mineralet, proteinat, yndyrat dhe karbohidratet e nevojshme. Përgatitja është shumë e thjeshtë. Përzieni gjysmë kilogrami arra dhe gjysmë kilogrami mjalt të papërpunuar. Mund t'i shtoni dhe lëng limoni. Këtë përzierje duhet ta konsumoni 3 herë në ditë para konsumimit të vakteve. Ky kombinim trajton presionin e lartë të gjakut, anemin, dhimbjen e kokës, ulçërat e stomakut, lodhjen kronike, pagjumsinë, sklerozën e të tjerë. Përveç se ju jep të gjitha vlerat ushqyese, kjo përzierje ju përshpejton metabolizmin dhe përpasoj ju ndihmon të bini në peshë.